Unë jam peshkatar qysh vitin 86. Tesh 14 vjet punoj në liqet Shkodrës. Edhe veç me rjeta merna, rjetat tesh gjatë punës kur dalim me punu, na shkyhen rjetat, edhe kështu që kur kthej në për gjujet, duhet me i riparu se s'kena budget për me i vli, me full drejten, se ka prodhim shumë pak. Edhe kështu që mundohna me punu sada pak për me mujt me i rujt rjetat. Artizanal, të është brez mas brezit, gjithmonë ton jetën ky vend, ky komunitet me rjeta e shrit. Ka po, dikur peshkatarët e vjetër, tesh i bën fabrika, dikur i kanë bën dorë të lloj rjetash. Kaj peshkatarët mirë kanë gjenë. Edhe, kështu që tesh, brez mas brezit na kanë lonë, tesh kanë një vjetër na kanë lonë ne, edhe na trashigojmë tesh ka pak. Punojmë kaj fije, me rjeta. Mundohna me dzirë vitën, si thonë asaj fjallës. Brezeria, di një blok të lirë të alo? Brezeri me fol drejten shumë pak. Vetëm brezion mund me punojmë që në këtë lloj xhenadit, në këtë profesion, para mu se na ndikur kena shku në Durrës, na ka qu shteti për me kena bo kurs për me rregullu rjetet. Se e kena pas me dyterim për me shku në Durrës për me bo rjetet, mu kualifiku për rjetet. Na kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetave. Kurse sot, ka 30 vjetë si nuk shën kush. Mëse i liqet Shkodrës, hin kush dën liqet. Nuk pytë si në rodhë për të dhe rëzikje si myta në donën, për të peshkatori kur sa mytë, në këtë vend. Peshkatori, zaganjor e Shirokas që janë mytë kur. Se, kanë kënë kualifikume e punëtor, e zënatli edhe peshkatori i vjetër e ka mësu shumë trinin. Kurse sot i thu trinit hajde bone, jam athet, dash me bo bone, e bojmë na bone ti. Ka qenë një iniciativë bashkisë për të promovuar fshatin Zogaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambakët e ujë, këtu në Zogaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur derë me derë edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjorët, ku i kanë mikropiritur edhe kanë degustuar ushqim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushqimin shumë të shijshëm të Zogajve. Shkodra ka disa, po themi një diamante që turistët vinë, por liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe që është edhe pjesë e UNESCO-s, pra, liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është që ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi, këtë trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.